Mirëmëngjes të gjithëve miq të dashur dhe mirë se erdhët në Villa 24 në këtë ditë të hënë, në këtë mes të ftohtë të janari. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes e dashur. Si e sot Kat? Jam shumë mirë dhe jam shumë mirë dhe të shoh kaq të bukur dhe kaq të mirë sot. Jam bukur sot. Faleminderit shumë. Wow, një barbie e vërtet. Ja kështu nis mëngjesi me pozitivitet. Po. Atëherë le të përshëndesim dhe anvisat, ju urojmë një ditë bukur dhe një javë të mbarë dhe t'i ftojmë këtu te Këndioni Gatimit për të parë receta që do përcjellim për ato sot. Sigurisht është ftohtë sot. Është ftohtë dhe çfarë do të përgatisim sot? Gjëra të thjeshta, të shpejta, të shijshme, të shëndetshme dhe ekonomike mbi të gjitha. Që do të thotë, të bëjmë gatimin në tigan, nuk do ta ndezim furrën, po do ta nisim dhe do ta përfundojmë atje në tigan. Do të bëjmë llazanje me thjerza, që mund ta bëni me mish të grill, por mund ta bëjmë edhe me thjerza. Do ju tregojmë domethënë mënyrën se si do ta përgatisim, që do ta nisim dhe do ta përfundojmë në tigan, këtë me një kapak të mbuluar. Okej. Do të kemi, le t'i themi dhe përbërës. I themi patjetër. Kemi këto llazanjet, do të kemi thjerzat, me që si kam këtu në radhë tani, dy domate të freskëta të grira, do me thënë në rende ose dhe në makinë grishse, një qep të grirë dhe këtë holl, një lugë salcë, piper të kuq, pak, do t'i hedhe rigon, do një gjethe dafine nësë doni, kemi piper të zi, krip, do të kemi edhe mix erzash këtu nëse ju ndodhet mund t'i hidhni, ose në varësi do me thënë të erzave që juve ju pëlqen, qoftë për pregatitjen e mishit të grirë, do me thënë të kimas, edhe për punën e thjerzave është e njëjta gjë. Gjithashtu do të kem dhe një filxhan thjerza, të cilat i kam vendosur këtu në ujë të ngrohtë, nuk do t'i ziej, do të ziejnë direkt në vendosjen e pregatitjes, do me thënë të salsës. Tani, këtu kemi djathë kaçkavall, për të hedhur pak lartë, do me thënë, në momentin e fundit. Dhe sigurisht vaj. Këto janë përbërësit që do të na duhet për të përgatitur recetën e parë. Do të bëjmë dhe një recetë të dytë që do të jetë me këto makaronat, me bizele, karotë, selino, qep, mund të shtojnë dhe një qep, në një qep të njomë, në një presh, nëse ju ndodhet, vetëm me qep, çfarë do me thënë ato që juve ju ndodhe në shtëpi. Gjithashtu te kjo supë, sigurisht që do të përdorim edhe këtu kriprat, piperin, këtë miksin e erzave, dhe në fund fare, ose një lugë, do me thëmë 50 gram djathë kaçkavall, ose pana, gjysmë filxhani, pana guzhini. Pana guzhina. Jo pasticcerie. Do të bëjmë recetave të kripura. Po. Këtu jemi me një recetë ëmbël, me çfarë shoh? Një recetë, por që nuk do të përdor as sheqer, as vaj. Okej. Sepse vajin dhe sheqerin do ta marrim nga frutat. Që do të kemi këtu, si pa të themi, se kemi edhe një qumësht të zakonshëm, por nëse kemi edhe qumësht bajame. Po, të valsojas që është një shumë. Kështu që nëse kemi njërën o tjetërën, nuk është e thënë se s'kemi qumësht bajame, do shkojnë marim qumësht bajame, do a bëjmë me qumësht të zakonshëm. Do të kemi tërshër, që kemi tërshër që është kështu, do me thënë, e imët. Të imët, e kemi, do me thënë, të bluar edhe tërshër që është të kështu në fletza, do me thënë. Gjithashtu, tani për fruta çfarë t'ju ndodhen juve në shtëpi, siç e shikoni, kam fletza bajame, kështu bajame, ara, rrushë të thatë, jo se do t'i hedhim të gjitha, 2-3, do thënë një kombinim. Nga pak, për ju gjëndet. Ashtu. Do të kemi një lugë të çajit baking powder, do të kemi edhe këtu moll, do të kemi karota, vezë, edhe qumështin që thamë, një filxhan qumësht, 2 filxhan do të kemi tërshër. Tërshër. Tani, do të përdorim edhe tërshërën dhe miellin e tërshërës? Jo. E kam kështu, se nëse kemi kështu do ta kthejmë në miell. Pra në makinë grishte do ta kthejmë në miell. Nëse kemi miell, do përdorim miellin. Do me thënë 2 filxhan miell. Në rregull. Kështu që këto janë përbërësi për të përgatitur këtë kek. Unë do të filloj me recetën e parë, me lazanjën me thjerza. Pastaj do kalojmë te supa dhe në fund do të lëmë kekun sepse do të para përgatis një kek që ta kemi gati, t'ua tregoj mënyrën, do me thënë si del në fund fare. Në rregull. Mirë, nga nisim në punën, nga vaj qepa, besoj? Vaj qepa, po, si gjithmonë, do me thënë, leta hedh qepën. E kemi nisur këtë ditë me një lazanjë që vjen në një mënyrë ndryshe, pra jo ajo klasike apo tradicionale. Lazanja në vetvete është një imitim byreku, nëse mund t'a quajmë kështu, kështu që me petat e saj të gatshme,
që ne i kemi në këtë paketim, të cilin e gjeni tek dyqanet organike në Randzin në Shqipëri e në Kosovë, jo vetëm petat e lazanjës, që janë shumë shishme në fakt, janë tërësisht përgatitura me vezë, dallojnë edhe ngjyra e tyre nga brenda, cilësia nuk ngjisin në çfarë do lloj mënyre që do t'i përgatisni, edhe nëse i kaloni një parazjerje të lehtë, do të shikoni krejtësisht një mënyrë shumë thjeshtë të gatuarit, se duhet thënë që ka njerëz që i kaloj një zjerje 2-3 minuta përpara, dhe nëse nuk janë petët cilësore, jam e sigurt që vuani shumë më pas për t'i ndarë nga njëra tjetra, gjë që nuk ndodh me këtë paketim. Naturisht gjithçka tjetër që kemi sot mbi tryezën tonë, pra që nga frutat e thata, nga tërshëra mielli i tërshërës, nga lloje të ndryshme të qumshtit si ai i lopës, ashtu edhe qumsht në shije edhe variante të ndryshme si i bajames e të tjera formate që ne i kemi prezentuar në studio, thjerëzat pa diskutim që do t'i përdorim në recetën e parë, erëzat, por edhe perimet e ngrira, në këtë rast do të përdorim bizelet, por tek në Randzi gjeni të gjitha zerzavatet në formatin e tyre të ngrirë dhe gjithçka tjetër, pra mjafton ta vizitoni edhe do të zbuloni një alarmishmëri të produkteve, gjithçka që i duhet familjes dhe shtëpisë suaj dhe mbi të gjitha shëndetit tuaj, sepse kemi të bëjmë me produkte tërësisht të shëndetshme, të domosdoshme për të konsumuar në të gjitha vaktet tona të ditës. Atëherë kemi hedhur krip këtu tek qepa, pra hodhëm vajin, qepën, krip, i lëm pak që të na zbuten dhe lalshojnë ato aroma, si shtem gjithmonë, nuk do ta bëjmë, do ta skuqim fort, thjesht dua që të më nxjerrin aromat. Dhe më mbrapa këtu do të shtojmë me radhë pastaj. Faktikisht do të shtoj thjerëzat dhe salcën, pure domate, edhe këto erëzat e tjera që kam, që me rigon, do një gjethe dafini nëse doni. Pra, janë të gjitha ato erëzat që shkojnë tek mishi grirë. Është e njëjta gjë që mund t'i kombinojmë dhe t'i shtojmë edhe këtu te pjesa e thjerëzave. Që në këtë rast mishin e grirë zëvendësojnë thjerëzat. Pra, kemi një protein bimore në vend të mishit të grirë. Kështu që edhe kjo bëhet një gatim shumë i mirë, shumë i shijshëm, i shëndetshëm dhe shumë i shpejt madje, sepse si do ta shikoni, do ta fillojmë dhe ta përfundojmë këtu në tigan. Ne kemi në masat më të vogla, sigurisht që ju kam dhënë masa më të mëdhaja atje. Naturisht, gjithmonë e theksojmë varet për sa persona po gatuani, sa njerëz jeni në familje. Ne nisim nga vakte të vogla për 2-3 persona dhe sigurisht që ju i shtoni dhe i llogarisni vetë nëse do të gatuani për një familje më të madhe. Ne sot ndër të tjera, përveç se shumë të shëndetshme sepse po gatuajmë një lazanjë me thjerëza, Kati ka zgjedhur edhe petët e lazanjës që janë të rekomandueshme për personat që duhet të mos konsumojnë glutenin, pra gluten free është kjo, le të themi, ai etiketimi që i bëhet produkteve të kësaj natyre, të cilat pa diskutim i gjeni tek në Randzi dhe ka nga të gjitha llojet, pra pastat, makaronat, orizi etj. Të cilat dedikohen një kategori njerëzish që ka nevojë për një dietë të caktuar duke përjashtuar disa produkte. Për fat sot janë mundësitë apo jo Kat? Po, sigurisht ka mundësira dhe mundësira shumë, ka informacione. Ka dhe informacion, po, me drejtë. Edhe akoma edhe në dyqanet e kompanisë në Randzit që shkojnë, shitset aty janë të informuar, edhe kanë njohuri dhe të orientojnë shumë mirë. Dhe kjo është një gjë e mirë faktikisht, për njerëzit që kanë probleme me shëndetin. Por, nuk është e thënë se duhet konsumojnë veç se ata që kanë probleme me shëndetin, dhe është mirë që dhe ne t'i konsumojnë. Dhe është mirë që t'konsumojnë, do me thënë, nga të gjitha. Kjo është ideja, do me thënë, e mënyrës të ushqyerit shëndetshëm. Tani, neve këtu, si që shikojmë, janë bërë gati edhe thjerëzat i kemi shtuar më mbrapa, nuk ka nevojë të qëndrojmë atë, për ta ul pak kemi dhe ujë të nxehtë këtu që do të më duhet për të shtuar. Do të filloj ashtu siç bëj gjithmonë në qendër fare, do të hedh pjesën e salcës. Tani neve hodhëm më pak këtu sepse kemi më pak. Ndërkohë, pasi do të shtojmë këtu, do të hedhim me radhë. Tu kam piper. Erëzat. Piper, rigon dhe piper të kuq. Pra piper të zi, piper të kuq, rigon. Piper të kuq. Nuk i teprojmë faktikisht, varet do me thënë, do të shtoj këtu edhe rigon, rigoni i shkon faktikisht, thjerëzave.
Unë do t'i shtoj dhe një gjethe dafin, se që është e vërteta më pëlqen kjo pjesa e gjethes së dafinës, edhe hudhër, që mund të përdorim edhe hudhër pluhur. Diku do t'a kemi atje, hedhin edhe pak më mbrapa dhe nëse se kemi për momentin. Ja, ku e kemi, si se kemi, faleminderit Anila. Me të gjithë përbërësit e nevojshëm, kështu që... Me që kam të pastër se kam ashtu, do hedhin. Ndërkohë që shtojmë hudhër pluhur, ne lexojmë së bashku recetat në ekran. Momenti për t'i parë përbërësit të listuar, ashtu si Katerina i ka përgatitur, edhe ju asjell në këtë mënyrë që të keni mundësi t'i mbani shënim edhe t'i keni, nëse do të përgatisni një supë me makarona dhe bizele. Është kjo receta që do të sjellim sot. Përbërësit janë 300 gram makarona pa gluten, një filxhan çaj bizele, një qep, një karot, një deg selino, 50 gram djath kaçkavall ose gjysmë filxhani çaj me pana, vaj, krip, piper. Kaloj më tej tek receta tjetër. Okej. Këtë e kemi lexuar në fakt, megjithatë, kur të kemi gati recetën tjetër, nuk ka gjë, i kthehemi studios, ka gjë, kur ta kemi gati e shohim, se ndër të tjera ne i shpjegojmë edhe i përmendim shumë shpesh, kështu që ndoshta edhe në këtë mënyrë do t'i... Po, të sqarojmë tani për pjesën e gjellës, më mbrapa pasi kam hedhur këto erzat që siç e pat më përpara, kam shtuar këtu, tham, edhe hudhrën, shtuam edhe pure domate. Tani 1-2 valë në pjesën e pures së domates, do të shtojmë ujë të nxehtë ose lëng të aromatizuar që unë do të hedh pak nga ky mikserzesh. Miksi. Ta mbaj këtu të preferuarin tonë në kuzhinë, që e marrim edhe e zbrazim për 2 javë. Po, që është e vërteta. Besha ka, se në fakt kemi më shumë se aq, po që e përdorim shumë. E përdorim se është ajo që na ndihmon, që kam thënë gjithmonë, i gjën, do me thënë, të gjitha brenda. Ti hedhim edhe pak ujë. Edhe me njëherë, sepse edhe këto, si thua, thjerëzat i kam pasur, si thua, si gjysmë të zjera, nga që kisha vendosur në ujë të nxehtë, të marri 1-2 valë, dhe me njëherë do shtojmë këtu edhe lazanjët. Do me thënë, fillon dhe përfundon me njëherë. Tani një pyetje kam unë. Po, më thuaj, Anila. E tham në fillim që nuk do të përdorim furr fare sot. Jo. Do t'i lëm si, do t'i coptojmë, do t'i vendosim... Po. Më shpjego pak. Do t'i coptojmë ashtu. Edhe do t'i vendosim kështu. Wow. Në radhë atje. Edhe këto që u coptuam, s'ka problemi, vendosim këtu që është më cep. Interesante kjo mënyra. Gjithsesi, nëse ne duam të ndjekim atë recetën tradicionale, të njëjtën mbushje më pak të lëngshme, besoj, mund ta bëjmë edhe në furr, apo jo? Po, patjetër. Bëhet me shtresa dhe në furr. Po nga që nuk i vendosim lëngje, Anila, sepse si që pam nuk në këtë mënyrë. Ajo do të marri. Do të përthisem, sepse do ashtu edhe një dhe është mjaftueshëm. Ti vëm dhe një nga kjo. Pastaj thjesht e lëm ashtu, të zbuluar, ulim temperaturën? Ulim temperaturën, e lëm kështu, pastaj kur e shikojmë, do me thënë që janë përthithur lëngjet dhe janë bërë gati, do t'i shtojmë edhe djatin në fund fare. Tani duhet që të ulim temperaturën e sobës, do t'a mbulojmë me kapak. Dhe në momentin që do shikojmë që do t'jenë përthithur lëngjet, do t'i shtojmë djatin kaçkavall, do t'i lëm dhe 5 minuta me djatin kaçkavall dhe do t'i kemi gati për të serviru. Do t'i ham pastaj. Po. Mirë. Dhe sigurisht që edhe këto konsumojnë të ngrota. Të ngrota. Thamë që recetën e ëmbël do t'a lëm për në fund fare. Po, do fillojmë me recetën e radhës. Kështu që ne do t'ndalojmë këtu tani. Ku kujtojmë edhe njëherë përbërësit, pra kemi bizelet të zira. Po. Unë me zërin sot ju kërkoj ndjes, kemi qepën e grir imët, selino, karot, kemi makaronat, pana edhe gjalp. Okej, këto janë apo jo? Sigurisht që marrim huan pastaj kripën, piperin dhe gjërat e tjera. Që i kemi pothuajse në të gjitha recetat, edhe vajnë. Do kalojmë këtej. Edhe do të hedhim këtu edhe pak gjalp, me qënëse do t'jetë kjo supa. Ja, ku e kemi edhe gjalpin napër. Edhe të marrim dhe një lugë, Anila, të lutem. Faleminderit. Të lutem. Ma dje, që mos të nga kërcasi, se shof që nga kapaku bëri ca avuj, ta pastrojmë.
Po, të heqim lëngjet që mbetën në pastaj na kërcet. Edhe këtej po na kullon kjo. Aty të ulim pak temperaturën nëse e kemi lënë. Po, ja, e shoh unë, vetëm të heq një kapakun. Të ullët e kemi, të dy shishtë, ta ullë më shumë. Në rregull. Jo? Jo. Okej. Atëherë, vaj gjelp. Është mjaftueshëm. Dhe një luk tjetër. Të marrim tjetër thua? Faleminderit. Të ndihmojnë në njëra tjetrën. Po. Të shkrit aromatizohet, le t'i vë këtu sepse edhe kjo do lyhet me gjalp. Kështu që Jemi në rregull. jemi në rregull për punën e asaj. Tani këtu do të hedhim qepën, veç se të lutem atë. Shumë faleminderit Danila. Të lutem Kadir. Hedhim Fillojmë qepën. skuqjen e qepës. Fillimisht me qepën. Edhe do të grim këtu karotën edhe selinon, që do hedhim ato më mbrapa. Këtu do të hedhim veç se pa krip, të gri karotën. Atë që bëjmë gjithmonë kur skuqim qepën. Edhe kjo më duket një recetë e thjeshtë ka të? Po, shumë e thjeshtë. Thjeshta, recetat e së hënës. E thjeshtë dhe sup kjo faktikisht. Do vje lëngshme, do me thënë, Po. Tipike për të ditë të ftohta. Edhe këtë. Karota. Ja rrita pak temperaturën. Po, asaj po, Se Anila. shoh që qepas kishte filluar të... Ja të grim edhe këtë karotë. Do e hedhim edhe karotën, edhe selinon, do t'ja hedhim bashkë. Pjesën e kërcelit, ndërsa pjesën e gjecave do t'a hedhim në fund fare. Për dekor, apo? Të lëshoj edhe ajo ato të lëshoj aromën, sepse tani që ta hedhim, ajo nxihet, do me thënë nga zjerja, edhe humbet edhe vlerat ushqimore. Kështu që është më mirë ta hedhim në momentin e fundit. I shikojmë këto pjesët e dekzave nëse kanë fije, po unë e kam të njom këtë dhe nuk ka nevojë, do me thënë që të heqim atë pjesën. Po, së ndodhë në njëherë që po që janë... Ka të fije që bezdisin, kështu që duhet pastruar para se të shtohet. Mirë, po kjo jona është selino e njom, dhe s'ka nevojë, do me thënë që të shtojnë, do me thënë ta pastrojnë fare. E kemi në rregull, ajo që duhet t'i hedhim krip, dhe t'i hedhim edhe këto brënda. Ja, i hedhim direkt. Pa, karota, selino. Në supë e thjesht, e ngrot, e shishme. Nuk duhet të mungojnë lëngjet këto ditë, nuk duhet të mungojnë suprat e ngrota. Jemi në ditë të ftohta që është e vërteta. Nëse na ka ngellë, do me thëndojnë, pak mish pule, ose mish çfarë kemi përgatitur, ose lëng mishi, mund të përdorim, do me thënë, tek supa që neve... Ja shtojmë brenda supës. Nëse nuk kemi, ne do të përdorim, do me thënë, përsëri edhe këtu nga ky lloj. Ne s'kemi mish. Jo, s'kemi mish për sot. Ju nëse keni përdojmë. Ju nëse keni, mund t'i shtoni. Edhe copza mishi që ju kanë mbetur, te ajo lloj supe, ose edhe lëng mishi nëse ju kanë mbetur për shembull, ose ka gra për shumë që përgatisin vetë lëngun e mishit, e kanë kështu në kubik të vegën, ruajnë e vërtet. Në frigorifer dhe e përdorin, do me thënë. Në rast të kundër, mund të përdorin këtë miksin erzave që do të përdorim edhe neve. Ka gjithmonë një zgjidhje kuzhina, gjithmonë ka një alternativë. Është një, si thuash, supe shpejt, edhe e shishme, e shëndetshme me këto si thuash karota, selino, bizellet, këto makaronat, të cilat janë edhe këto makarona për ata që kanë probleme me shëndetin. Për atë po lexoj, po gluten free, pra janë për personat që janë intolerant nga gluteni dhe ndërkohë janë 100% të përgatitura me miell të thjerrzave të kuqe. Ndaj kjo ngjyra e kuqe që kanë makaronat nuk është
rastësore, por është e përgatitur nga thjerëzat e kuqe, që do të thotë këto edhe shihen duhet ta kenë shumë të mirë, përveç se janë shumë të lezetshme kështu si. Shkojnë, domethënë, kanë një kombinim të mirë. Do t'i provoj. Që neve do të përdorim, domethënë, edhe është prandaj thash që është dhe kjo një recetë e shëndetshme, një supë e cila është si thua në fund fare që neve do ta rregullojmë nëse keni pak djath kaçkavalle hedhim në fund fare që ashtu, në rast të kundërt përdorim pana. Edhe pana është ajo që sjell atë shijen kremoze. I kemi kështu siç janë në copëza, nuk do t'i as njërën as tjetrën nuk do t'i sjellim në trajt kremoze, kështu që do t'i bëjmë kështu. Në momentin që ka vërdisjen tani vaji dhe gjalpit, lëshon një aromë të mirë pjesa e gjalpit, gjë që kemi nevojë në këto ditë të ftohta të konsumojmë edhe, domethënë pak si më tepër yndyrë, sepse ka nevojë organizmi, domethënë të konsumojë yndyrë. Yndyra është si një graso e trupit, grasatimi i trupit, që e ka të nevojshme kur është kohë dimri. Prandaj edhe në për zonat malore përdoren në këto tranat të cilat hedhin edhe copëza nga me djam, që e përgatisin tranan, ose gjalp që e përdori me djath, me gjalp, bëjnë shumë të mira dhe tani është momenti dhe koha më e mirë për të konsumuar këto lloj, si thua, gatime qoftë ranan, qoftë atë për vlakën, qoftë të pjesën tjetër kaçamakun që e thonë në treva të ndryshme. Është koha dhe momenti më i mirë për t'i konsumuar. Madje mirë është që dhe neve ta sillim një herë atë kaçamakun me miell misri, Anila. Po, e sjellim, pse jo, ma më pëlqejnë shumë receta tradicionale. Bëhet shumë e mirë. Tani, ajo që ngelet, do të shtojmë edhe këto pjesën e kësaj. Kam një lukë të vogël këtu, Anila. E kemi, aty e kemi. Po, faleminderit. Shtojmë miksin e erëzave, gjithmonë duke u kujtuar se duhet jemi të kujdesshëm më pas në sasinë e kripës që përdorim më tej, sepse ndër të tjera, përveç miksimit të një grupi të larmishëm të erëzave, ka edhe përmbajtje kripe. Dhe si që shikoni, nuk është as të një rast e tjetra, nuk bëjmë atë kavërdisje në rënd, në këto supra thjesht të aromatizohen, të lëshojnë domethënë pak ato aromat e mira, edhe me njëherë i heqim, kështu që ta hedhim dhe këto ujin e nxehtë. Duhet të marrim ujë tjetër për ta shtuar. Dhe sigurisht gjithmonë shtojmë ujë të nxehtë, asnjëherë ujë të ftohtë kur jemi në gatim, domethënë të nxehtë. Po, faleminderit Anil. Kalo gati. Ndërkohë bizelet do t'i shtojmë në fund sepse i kemi gati. Po, në fund. Do shtojmë makaronat fillimisht. Pra lëngun do t'a shtojmë në sasi, sepse do shtojmë edhe makaronat aty brenda në tenxhere, ndërsa bizelet i kemi të përgatitura, po ndërkohë nëse do kemi bizele të pagatuara, të ngrira, po themi, do të shtojsh në momentin e karotave, apo jo? Po, dhe në atë kohë do shtojmë përsëri lëngjet, ujin, dhe do shtojmë dhe makaronat. Po, do t'i lëmë të gjitha bashkë. Të gjitha bashkë, do me thënë sa të bëhen gati. Në momentin që do të zihen, është momenti fundi pastaj që thamë do t'i bëjmë ose me djath kaçkavall ose me pana. E qartë. Çfarë mund të kenë amvisat në shtëpi, edhe njëra e tjetra i shijon, i bën, mendoj që është mjaftueshëm. Nuk do të shtojmë më tepër, është mjaftueshëm, do t'i lëmë sa të marrin një val, dhe me njërë do të shtojmë këtu makaronat. Makaronat, panën e kemi për në fund. Ndërkohë shojmë edhe njërë, edhe pse këte jemi në temperaturë. Edhe sa të mira që i kemi këto makaronat. Gati, sa e mirë po bëhet. E mirë do bëhet, ajo do përthithen lëngjet e në fund fare. Po, në fund fare do t'i vëmë dhe djathin dhe duke sikur do t'jenë në furë. Jam për ato zonja që nuk kanë mundësi që të vendosin furën, por mendohen do me thënë që ta bëjnë në tigan. Nuk të mundja që lazanjat mund të vinin në këtë mënyrë në tigan. Jo, bëjnë shumë të mira dhe ruajnë dhe formën, i presin pastaj me thikë edhe kështu, nuk ka problem. Është e njëjta gjë. Shumë mirë, ne do vazhdojmë t'i lëmë në temperaturë të ulët derisa të siten të gjitha lëngjet dhe të kthehet në një masë më. Që mos të hedhim shumë ujë, por të hedhim pak, do me thënë në masë të tyre, që të shijojnë faktikisht, të zihen dhe ato lazanje, sepse neve i hodhëm ashtu, si që ishin, pa i përvëlluar, dhe s'ka nevojë të përvëlluar. Nuk ka nevojë, jo. Tani edhe ujë këtu është bërë gati. Sa të mira janë dhe këto makaronat. Janë dhe të lezetshme dhe ngjyrën e kanë shumë të bukur. Janë shumë të mira për t'i përgatitur dhe sufle. Këto dhe makarona bëjnë shumë të mira. Është mjaftueshëm, nuk e hedh të gjithë pakun, për masën që unë kam hedhur. Do me thënë do t'i lëmë sa të marri 1-2 val, edhe më mbrapa do të shtojmë edhe bizelet.
Okej. Do ta lëmë që të na zihet dhe do të rikthehemi të shikoj edhe një herë ato për pjesën. Shikojmë edhe një herë lazanjën, ndërkohë mësojmë edhe me kohën si jemi që të dim çfarë të bëjmë në vazhdim, atë nisim me nuk kemi kohë. Kemi diku të 2 minuta kohë ajsa për të bërë një rifreskim të 2 recetave që kemi nisur dhe do t'i përfundojmë në pjesën e dytë. Si kanë qëndruar. Vërtet të jepi den sigurisht bërë mishë të grirë, dhe në pamja, kryohet ajo salca e... Edhe në fund fare, Anila, që do t'hidhet djathi kaçkavall, që do t'marrë atë si tua shtresën e djathi kaçkavall, do t'duket sikur e kemi nxjerrë nga furra. Bëhet shumë e mirë, shumë e shishme, edhe, si thash, nuk e kemi me mish, por e kemi me protein bymore. Provojeni, nuk keni shtohumni, është, si thua, një gatim shumë i mirë, i shishëm, i shëndetshëm, dhe unë them që edhe fëmijët do të ngelen shumë të kënaqur në mënyrën, do me thënë se si juve do t'ua servirni me atë djathin lart, nuk do kuptojnë fare a është me mish, a është me thjerza. Në momentin që e servirni. Mirë, jemi fiks në kohë për t'i lënë atë minutazhin e duhur të dyja recetave për t'u gatuar. Ne do të bëjmë atë pushimin e hapësirës publicitare. Do kthehemi për recetën e tretë për ta nisur, sigurisht dhe për të përfunduar dy të parat, sepse janë ende të pa mbyllura derisa të shërben në pjatë. Dhe do i presim anvisat që t'i mbyllim në momentin që ato do të vinë këtu me ne. Sigurisht që po. Pas pak jemi tek ju. Dy receta të shishme e të shëndetshme janë drejt përfundimit e do të nisim gjithashtu për sëri një recet të tretë, po kaq të shëndetshme me fruta të freskëta e të thata, por të ëmbël për të mbyllur kështu edhe gatimet e ditës së sotme. Ndërkohë që lazanja me thjerza e nisur dhe e përfunduar në tigan duket ftuese për të konsumuar. Po, është gati, është momenti tani që e ka mulur unë temperaturën faktikisht edhe prandaj dhe ajo ka qëndruar kështu. Është momenti të shtojmë këtë djathin, të ngrejmë pak temperaturën që të marri një, si thuash, valë dhe e kemi gati pastaj për të nxjerrë dhe sigurisht që neve këtë lloj gatimi e konsumojmë të ngrohtë. Patjetër që po. E ndërkohë një supë që të ftohet me makarona të kuqe thjerzash është duke u zier me selino, me karot, me qep. E cila edhe ajo është drejt përfundimit, e ndërkohë që do të kemi një recet tjetër me fruta të thata, çfarë juve u gjendet në shtëpi, pa u kushtëzuar. Ne këtu nga Neranzi sot kemi kasiusin, kemi fistikët e grirë imët edhe bajamet në fletëza. Ndërkohë që kemi edhe... Ajo është boronit apo rushit thatë? Mix. Mix, okej. Tani, të hedhim edhe bizelet. Po, thamë që do t'i shtojmë në fund, nëse na keni ndjekur nga fillimi këtu e lamë përgatitjen e supës, edhe, shiko, ne po i quajmë supës, sepse ajo i ka gjitha brenda. është një pjatë e plot dreke. Tani, për supë, doni ta lëni me pak lëngje më tepër, kalon në supë. Doni ta lëni me pak lëngje, do me thënë të dalë me pak lëngje, quhet gjellë. Kalojmë vaktin e drekës. Që i ka të gjitha i ka makaronat, ka bizelen, ka karotën, ka selinon, kështu që... është një pjatë e plotë. Në fund do shtojmë edhe këtë selino. Ndërkohë, po shoh në fund që Katja ka vendosur një kek të vogël për ta sjellë të pjekur e të përfunduar dhe mënyrën se si do të përgatitet do ta sjellim tani. Do t'i lëm pak sa të fillojmë që të përgatisim kekun. Në fund fare thamë që mund të shtoni djath kaçkavall të grirë, do me thënë holl, ose mund të shtojmë edhe pana. Ne do t'i hedhim pana dhe do hedhim edhe këtë selinon të grirë holl. Po do t'a lëm pak të qëndrojë akoma, që të lidhet bashkë me bizelet dhe pastaj do të kalojmë në momentin e fundit, që do të shtohet pana, nuk ka nevojë më pastaj, e fikim, e lëm temperaturë të sobës, të qetësohet dhe kemi gati për ta servirur. Kjo ishte për pjesën e gjellës, mund ta them gjellë, mund ta them supë, çfarë si të doni ju? Tham mënyrën, do me thënë, ku ndryshon gjella, do me thënë, me supën. Gjella bëhet me pak lëngje, ndërsa supa bëhet me më shumë lëngje, prandaj dhe quhet ashtu. Tani, neve thamë që, ja këtu tani kjo Anila nuk do më të qëndroj, thjesht një sekund kur thonë. Këtu, për pjesën e këtyre, do të marrë këto... Hajde, nisim me kekun tani. Që do t'a bëjmë... I kam të lara, faktikisht, por
thjesht të heqim pjesën e këtyre dhe nuk ka nevojë edhe këto pjesën e brendshme, s'ka nevojë dhe kjo ta heqim. Okej. Do t'i grim në ato? Po, do t'i grim, do i kalojmë këtu. Ja. T'i hedh direkt, faktikisht. Po. Sa më praktik në kuzhinë, sa më pak enë për t'u larë, më mirë Nuk ka është. nevojë, më mirë është që edhe këto për pjesët e mollës, si kemi të lara, thamë, edhe shu bëra dhe pjesën tjetër, unë përdora atë qumshin e bajames. Me qumësh bajame e bëra? Po, të hedhim dhe këtë karotën. Do i hedhim dhe qumshin që ta ndihmoj. Shiko, edhe keku nuk është në një si thua gatimi vështirë. Ç'është keku? Një brum që aromatizohet me perime, me se kemi kek të kripur, kek të ëmbël, kek që bëhet me fruta. Pra, kështu që bëhet një brum i plot. Pak më i plot se brumi i petullave. Edhe me shije të ndryshme. Me shije të ndryshme. Ky është keku. E kanë filluar njerëzit ta përgatisnin për nevoja, do me thënë, që u ndodheshin në familjet e tyre. Për shoqëruar një kafe, një çaj, një mëngjes, kështu që edhe për punën e qumshit. Tani hodhëm lëngje neve këtu, do shikojmë sa lëngje kemi, aq brum do bëjmë që të na vijë në formën e kekut. Nuk ka nevojë edhe shumë që të bëjmë ato gramaturat e pjesa e kekut. Keku është një, si thua, me sy ne e dallojmë. Në këtë rast, ne e shpjeguam pak në fillim dhe po ju kujtoj në fakt që nëse i humbis edhe vezët aty brenda. I humbisni shpjegimet tona për të caktuara, pra gjë që ndodh përgjithsisht kur kthehemi në pjesën e dytë, ne i kemi vënë përpara dhe një pjesë të mirë të shpjegimeve i kemi bërë, por ju na gjeni duke klikuar në YouTube, janë dy kanalet tona zyrtare. Kanali Vila 24, pra me Vila 24 klikoni dhe ju del pikërisht kjo logo këtu që tregon se gjithçka aty brenda i përket transmetimeve tona të përditshme nga e hëna në të premte nga ora 9 deri në orën 11 që kur jemi këtu në studio, kundër të tjera keni edhe recetat e gatimit ose në News 24. Është e njëjta gjë, thjesht në News 24 keni gjithçka, fillon nga lajmet, nga emisionet e përditshme apo të përjavshme të transmetuara në News 24, sigurisht që aty është edhe një hapësirë dedikuar transmetimeve të Vila 24 të përditshme tona. Kështu që mbaron emisioni, kalojmë pak minuta dhe videot i keni aty për ju që humbisni shpjegimet caktuara apo keni nevojë t'ju riktheni her pas here, gjë që dhe ne e bëjmë se edhe ne harrojmë ndonjëherë çka kemi bërë. Nga sezoni në sezon, ai shumë receta e kemi të nevojshme të rifreskojmë nëpërmjet kësaj arkivës virtuale. Ja tani e hedhim këtu. Po. Okej. Ja, kjo është. Përzierja tani do shtojmë mielin, baking powder, edhe këto frutat që neve do të përdorim, do me thënë frutat të thata të tjera. Thamë që dhe kemi pa sheqerna, pa ëmbëlsues të tjerë, pra do t'jetë thjesht sheqeri natyral i frutave ai që do t'i japë ëmbëlsinë këtij keku, pra kemi një kek super të shëndetshëm që mund të konsumohet edhe nga personat që kanë një dietë më të kufizuar. Pa diskutim, këtë na e sigurojnë produktet që ne përdorim në studio dhe janë pikërisht produktet të cilat ne i gjejmë në të gjitha pikat e dyqaneve në Ranzi, në Shqipëri edhe në Kosovë. Një zbulim produktesh sa herë që e vizitojmë, gjem një produkt të ri dhe sigurisht që vazhdon të jetë dyqani ynë i preferuar në Vila 24. I pudrosim to, do me thënë qoftë rushë të thatë, qoftë boronica, çfarë mund të ndodhet juve. I trazojmë. Dhe tani çfarë do hedhim ne brenda? Unë them të hedh edhe ca nga këto fistik me që mundodhën tani, s'ka marra, do hedh fistik. Dhe janë të coptuara. Janë të coptuara, s'ka nevoj për pudrosje këto. Ndërsa këto fletzat e bajames do t'i vendosë në kryefare. Ajo që më ngele tani, dua të shtoj baking powder. Do të trazojmë dhe do të trazojmë pastaj duke shtuar edhe mielin. Këto janë produktet e lëngshme. Si që pat, s'kemi edhur as sheqer, as yndyrë, do me thënë vaj. Do t'i lëmë me yndyrnat e këtyre, si thua, frutave të thata. Gjithashtu edhe mieli që po përdorim është mieli i tërshërës. Që këtu për momentin unë e kam, do me thënë, të bluar, se e gjëni edhe në trajt pudre, edhe ashtu. Në copëza. Në copëza, po. Dhe kjo s'ka nevojt pastaj që të përdoni, do me thënë, makinë. Përzierje. Përzierje. E shikoni me sy sa të bëhet një brum për kek.
Nga ka nevoj edhe për pak. Shumë pak do akoma. Edhe kemi gati. Pra juve, nëse donim që të keni me masi, keni atje në bazë të masave që unë ju kam dhënë. Po. A ta largojmë këtë, apo e ke fikur? Po, Anila, po. E kam fikur, po ta largojmë të sillim diku këtu. Që mos na ngjitet. Po, nëse se keni parë ende, por pamja e saj është kështu një lazanjë tigani. Është pothuajse një njëjta mënyrë të cilën përgatisim lazanjën në furrë, por këtë herë gatimi është kryer i gjithi në tigan. Pas pak do ta kemi edhe në pjatë shërbyer, kështu që pudrosim edhe një, fillimisht e bëjmë me pak gjarp, edhe i pudrosim pastaj me mielin e tërshërës dhe e hedhim. Atë dhe Anila duhet fikur. Edhe ajo është gati, po. Ullur faktikisht temperaturën, sepse atje duat të shtoj akoma edhe atë panën. Ja, se mbarova këtë për ta vendosur në furrë. Ta lëte dyshi? Po. Sepse këtu kemi ende pa shtuar panën. Panën, po. Edhe këto degëzat e selinos. Po, gjethet e selinos, të cilët ne i kemi ruajtur për t'ia shtuar ashtu të freskëta në fund, duke i ngrirë rimët. Dhe ja, fare thjesht, keku është gati për t'u vendosur në furrë, duke thënë edhe mënyrën e pjekjes së tij. Edhe të vendosim edhe këto flexat e bajames. Ndërkohë këtu kekun të ta nxjerrim apo s'është gati? Ajo nuk besoj që t'jetë bërë gati. Okej, ndërkohë, mirë, do shërbim një pjatat dhe pastaj do ta nxjerrim, po. Kështu që këtë do ta lëm këtu, nuk e hapim sobën. Jo, ose na bie volumi i kekut. Dhe bukuri. Më mbrapa do vendosim, do heqim atë, do vendosim këtë. Shumë mirë. Mënyra e të gatuarit të kekut është kjo, përbërësit ja u thamë, recetën ja u shpjeguam. Pas pak do e nxjerrim nga furra, sepse të njëjtën gjë kemi bërë në një kek më të vogël, thjesht për ta treguar të përfunduar tek ju. Dhe tani do të merremi me përfundimin e supës me bizele dhe makarona, ku do të shtojmë vetëm panën, edhe gjethet e selinos, e ndërkohë do të shërbejmë edhe lazanjën me thjerza në tigan. Kështu kat? Po. Ja këtë ta presim. Se po ta hidhim në momentin që e zihim, kjo do të nxihet, edhe humbet edhe vlerat ushqimore. Kemi 3 minuta kohë. Kat, kështu që kemi kohë të përfundojmë pjatat, të nxjerrim. Si duket? Mirë? Shumë e mirë duket. E nxjerrim nga temperatura që mos të na pritet. Po. E përzi. Ky kremi tani jep tjetër shije. Faktikisht na e bën më të plot, më kremoze. Mund të përdorim edhe djathë të shkrir, djathë kaçkavall, pana siç tham. Me thënë ka variante të ndryshme. Edhe ato që na ndodhen në shtëpi. Edhe nëse nuk na ndodh asgjë nga këto të tjera, s'ka problem, edhe kështu janë shumë të mira dhe shumë të shijshme. Të duhet kjo luga për të hedhur, po, për ta serviruar. serviruar. Apo do një tjetër? Jo, pastër është ajo. Jo, e kam fjalën e do të thella, e do më të në formë. Jo, do hedhtoj unë tani. E pra, po. Mund gjitën në duart, laj duart një herë dhe pastaj ta servir. Dhe e servirim në pjatë. Kështu nga pamja duket shumë e mirë. Shton kanë goxha këto makaronat. Po thjerza janë. Po. Po, tamam. Ja, eshe. Interesante receta. Okej. Shumë e mirë dhe shumë e shijshme. Është gati. Kemi gati. Të lumshin duart. Ka një shpejt se jemi me kohën të kufizuar, nxjerrim edhe recetën tjetër, e ndërkohë po nxjerr edhe kekun, dhe ti kemi të gjitha mbi dryes për t'i parë edhe ju. Tani këtë, prit, se kjo do prerë.
Okej, nuk është bërë ende. Nuk është bërë? Ja. S'është bërë, sepse s'ka Por thjesht ne po është, jo, nuk ka arritur kohën, por gjithsesi është një ëmbëlsirë. Juve në shtëpi nuk do ta nxirrni nga furra si nxorëm ne, ne thjesht e nxorëm për t'ua treguar juve të përfunduar. Po ju nuk do bëni këtë që bëm neve. E din tashmë besoj kush gatuan, edhe nëse e ka hapur një herë furrën dhe ka parë që ai volumi i kekut ka rënë, e ka marrë mësimin dhe nuk e bën më atë veprim. Si thuani la ta shërbejmë neve këtë? Si të dëshirosh ti? Është ende. Është e nxehtë? Po. Ajo dhe në tigan shumë e mirë duket. Ta lëmë në tigan, thua po të marrim dhe një kështu që ta... Thjesht ta tregojmë, do me thënë se si është. Okej, si të duash ti. Ndërkohë, gjatë kohës që gjejmë pjatën, unë po ju kujtoj që këto kanë qenë recetat e ditës së hënë, të cilat kemi sjellë tek ju, dhe... Të tregojmë racionin, do me thënë se si. Ja, kemi kapur dhe një gjethe dafina. Kjo është lazanja me thjerza. Shumë e shishme, duket po vërtet si një lazanje bërë në furrë. Sepse është foto bukur. Kati, përshëndetemi tani, sepse jemi në fund fare. Të lumshin duart. Faleminderit e dashur, kënaqësi që ndajmë këtë emision bashkë. Faleminderit dhe ju të dashur Anvisa që qëndruat me ne. Nga unë Katerina, mirupafshim, kalofshi një ditë sa më të bukur në vijim. Dhe mos hezitoni të përgatisni familjet tuaja të treja. Recetat janë shumë të mira, të shijshme, siç ju thash më përpara, të thjeshta, të shpejta, të shëndetshme dhe ekonomike. Që dhe kjo është shumë e rëndësishme. Kënaqësia ime, Kati, të lumshin duart dhe faleminderit për gjithçka solle sot. Nesër që në orën 9 ritakimi i radhës me Katerinën në këndin tonë të gatimit për të zbuluar të tjera shije e receta. Shkojmë tani një hapësirë publicitare.